Kryeministri Edi Rama pritet paraditën e së shtunës të drejtojë mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku do të marrin pjesë edhe ministrat. Mbledhjen do ta nisë kreu i grupit Aulan Balla, vjuar nga fjala e kryeministrit Edi Rama. Si pikë e parë në agjendë informimi mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare dhe ecurinë e negociatave të antarësimit. Deputetët socialistë do të kenë në dispozicion secili nga 2 minuta kohë për të drejtuar pyetje. Në dokumentin e agjendës si pikë 2 të rënditet informimi mbi paketën e ligjeve që lidhet me procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Pika e tretë e agjendës, e cila mund të konsiderohet si më e rëndësishmja, ka të bëjë me informimin mbi procedurat e ndjekura deri më tani për investimin në Zvërnec dhe interesin e shprehur për zhvillimin turistik në ishullin e Sazanit. Saka Çarbian Mazniku, bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Administrative, parashikohet në agjendë të informojë kolegët e grupit socialist mbi ecurinë e drejtanishme të reformës territoriale. Si pikë e fundit e kësaj mbledhje parashikohet një fjalë e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama dhe kryetarit të grupit parlamentar Aulan Balla. Vlen për të parë nëse në fjalën e tij Edi Rama do të ndalet edhe në zhvillimet më të fundit që lidhen me deputeten Mariana Koçeku, apo do të ketë ndonjë koment mbi deklarimet e Elisas Piropalit për protestën të shprehura përmes një statusi të gjatë në Facebook 10 ditë më parë.